Avokat, bordi i transparencës vendosi rritjen e naftës ndryshe nga që vendosi 3-4 ditë më përpara. E ka quar 2200 lekë. Kur thoni këto fjalë të mëdha bordi, Si që ka, avokat? si që ka njerë qarë është bordi? Si fjalë, ma thoni, ta din shqiptarët, se ata që më dëgjojnë mua. Bordi është një strukturë me disa antarë. Mërë çdo me thënë bord, çfarë do me thënë? Bord, më avokat. Njerëz që mblidhen dhe vendosin për një x gjë të caktuar. Pra pse thua bord? Po si ta them? Ta thuash një grup i strukturuar, kriminal, kundër interesave kombëtare shqiptare. Kjo është përkthimi jo. Përkthej ndryshe ti, dakord. Ngritja që të ikin të vend të mbajnë radhë në Morin, në atë, mirë them, në Maltëzi, në kufi me Malnezit, për të furnizuar atje me naftë dhe me benzinë makina shqiptare, kjo që të tregon, se ata këtu e marrë naftën, tek ne në Durrës. Pse atje është me lirë duke e marrë këtu dhe ne që e kemi këtu e kemi më të shtrenjtë? Mi jepni përgjigje. Se asnjë nga ju nuk e përgjigje, e quani të mirëqenë këta. Në vend që të vini ulërime dhe të ngrini opinion publik. Si e marrin këtu dhe është më shtrenjtë? Urdo? Si e marrin? Këtu është më shtrenjtë, shqiptet më shtrenjtë. Pse? Po në Kosovë sa është më lirë. Po se ai e merr ka politikën e tij kombëtare në radhë parë dhe e merr më lirë atje në Durrës. Ndërsa ky nuk e se merr më lirë. Ky e merr akoma më të lirë naftën në Shqipëri, por ky e ngrat çmimin Kastile, më ka urdhër nga Christine Lagarde, ajo e FMN-s, Fondi Monetar Ndërkombëtar, ajo që tha mosha e treta janë barë rënd për ekonominë botërore. Po, ky është një kuislingo, ky është një armik i betuar i popullit shqiptar. Ky duhet të qërohet një orën përpara nga pushteti. Ku janë shqiptarë? Ku jeni mos shqiptar? Ku jeni? Kam mbetur më shqiptar në këtë vend apo jeni të kushling si Edi Rama? Pse avokat biznesi nuk do fitoj në tregtimin e naftës? Ju thoni që ta marr lirë dhe ta shes aq sa e merr? Unë thash këtu apo e thua ti? Jo, po them. Jo, mos e thuash. Se unë të thash këtë dhe mos bë sikur se kupton. Të thash që Kosovari, Maqedonsi dhe Malazezi vjen e merr në Durrës naftën dhe e shet në vendin e tij me çmim 20-25% më të lirë nga në Shqipëri. Tani pse unë ta kem kaq të shtrenjtë edhe ata ta kenë të lirë? Kush e ka fajin, oligarku apo shteti? E ka fajin Palloshi, i gjatë, kriminali që qeveris vendin. Pse? Sepse ai bashkë me Kastratin ka aksione në tregtimin e karburanteve. Dhe ato para i merr vetë. Që ai nuk do t'i haj ato para që po na vjedh neve, po u vjedh shqiptarëve, ti je sigur për atë punë që nuk do t'i haj. As ai, as pasardhët e tij s'bëhet fjalë fare. Por akoma s'po i vjen ora se sa kohë që përgatitet për të zgjidhur problemi shqiptar, tak do hapet një problem në linjën e mesme, hapen që futut. Se duan që Shqipëria të mos ngrërë kokë, dhe praktikisht ne s'po ngrëm kokë. Ne jemi boshatisur, ne s'kemi njerëz, ne na merren pronat, ne na viden pronat. Kemi njerëz avokat, se po vinë nga India, nga Filipina. Kush i ka, i keni ju? Njerëz, janë ata. Kush i ka? Në Shqipëri kemi parë, punojnë, kamajer, janë punësuar. Kush e pruri? Siç kemi vajt në Greqi, kemi vajt në Itali, kemi punuar dhe ne emigrant. Po ne që kemi vajtur atëherë që ishte kriza botërore, dhe që me të vërtetë e kishim të domosdoshme të shkonim, vajtëm na pranuan që vajtëm. Tani edhe kishim ku shkonim dhe kishim ku punonim. Ata ku do punojnë këtu? Gjithë në punë shoh, se nuk vinë me ne kot, ata vinë me punu. Jo, me punu po ku? Ke parë ndonjë në fushë të mbjellet korr? Jo. Punojnë kamajer, punojnë Faleminderit shumë. Pastruese, sanitare, punojnë. Pra han drejt e shqiptarëve. Ora ata mirë bëjnë, ata njerëz janë. Unë nuk e kam problemi me ata. Unë e kam problemi me këtë kriminalin ton që shkatërroi gjithçka në Shqipëri. Zotëri ky ka shkatëruar gjithçka në Shqipëri dhe ky është i ka vënë detyrë vetes si ta gropos Shqipërinë. Do arri qëllimin? Ja ka arritur. S'kanë vetëm më shqiptarja, sa po thej që në Shqipëri ka filipinez, kinez, ashtu indian, pakistanez, dhe unë. Ja ka arritur qëllimit. S'ka më shqiptar. Si ka në Itali,
Indian, s'ka më shqiptar. Afrikan, Ore, shqiptar, nëse do ven 100.000 aziatik në Itali, në një popullsi prej 78 milion banor, nuk është asnjë gjë. Por në 1 milion banor të vinë 100.000. Skanari 100.000 më. I shikojnë gjithë Shqipërinë këtë huaj, punojësit e shërbimeve sociale. Pse edhe Është ndonjë strategji kjo? kjo është një strategji me fitim të dy anshëm. E para e fitojnë atë armiqtë e kombit shqiptar që të shkatërrojnë Shqipërinë dhe të shpërbëjnë popullsinë shqiptare, ta bëjnë popullsi kozmopolite, siç janë Australi, Amerikë, Zeland, të thash. E dyta përfitojnë këta gjakpirësi shqiptar që ju i quani oligark, që këta s'janë gjë tjetër veç se hajdut. Kjo është strategjia. Duket se ka zhvillime të reja lidhur me luftën që po zhvillohet mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit dhe ka të bëjë me një bisedë telefonike që ka pasur zëvendës presidenti amerikan me Netanyahu. Flitet që ka pasur mjaft tensione mes tyre ku ai e ka kritikuar Netanyahu se ka mashtruar Donald Trumpin lidhur me situatën në Iran. Më në fund e kuptuan kush është Netanyahu dhe kush janë hebrejt, e ka kuptuar politika amerikane, zëvendës presidenti amerikan, e pan çfarë janë hebrejt dhe çfarë bëjnë për interesat të tyre. Netanyahu kërkon të vërë zjarrin botës, sepse Netanyahu është gati për në burg, të shkojnë në burg po pushoj lufta. Dhe ai pra të punë e hapi luftën, që të çftoi burgut. Dhe dogji dynjan, dogji në radhë parë vendin e tij, shtetin e tij, popullin e tij, se është bombarduar dhe është shkatëruar në një shkallë të paparëlire, siç nuk e thon mediat e shitura e të blera. Dëmet janë kolosale. Jo se s'ka bërë dëme në Iran, ka bërë gjithë ajo fuqi ushtarake e Shteteve Bashkuara të Amerikës, që është superfuqi botërore, natyrisht që ka bërë dëme shumë të mëdha në Iran, por në krahasim me madhësinë që ka Irani, po të shikosh dhimbjen, është disa herë me madhe dhimbja në Izrael se sa në Iran. Pse është më e madhe? Se është shtet më i vogël, është vend më i vogël, bombardimet janë të llaktarshme, të stërmëdha, jo të mëdha. Irani akoma nuk i ka nxjerrë armët e tij që e fundos fare e rrafshon Izraelin, akoma nuk i ka nxjerrë, sepse pret që Amerika të kuptojë se kush është Izraeli. Shpresoj që me këtë telefonat që ka bërë vanë se quajnë mos gaboj zëvendës presidentin amerikan, shpresoj që të jenë hapur sy dhe të tërhiqen sasisht vonë, sepse dhimbjet do jenë shumë më të mëdha akoma. Amerikës po i mbarohen municionet dhe armatimet për një luftë kaq të gjatë. Sepse nuk e mendoj kështu, mendoj se do ishte një ndërhyrje si në Venezuelë, por nuk është aq e lehtë. Iranianët goditën atë aeroplanbajtësen më të madhe amerikane, Abraham Lincoln, duke i shkaktuar dëme. Pra dëmet janë të pallogaritshme. Dhe përse? Thjesht për një rrugaç, për një kriminal, për një sadist, për një fundërin njerëzore që quhet Benjamin Netanyahu. Si ka mundësi që Netanyahu arriti që t'i paraqesë një situatë ndryshe Donald Trumpit? Netanyahu zotërisht hebre, dhe politikën botërore sot e bëjnë hebrejt, e Rothschildëve, Rockefellerëve, Illuminati dhe masonët. Dhe Netanyahu në fakt praktikisht është një vegle atyre. Netanyahu nuk është vetvetja. Dhe u bindet urdhrave të atyre. Ata duan që ata i kanë bërë gjatë gjithë kohës, ka 300 vjet që ata po i bëjnë luftrat në botë, ata i financojnë dhe ata i nxisin grinjet dhe luftrat midis popujve, dhe ata nxisin dhe Netanyahu. Në fakt, Netanyahu është viktime politikës së Rothschildëve, është vegël, mjet, instrument i tyre për të realizuar ato që duan ata. Ka dhe një tjetër. Industria armatimi në gjithë botën nuk ndalon kurrë së prodhuari. Tani këto prodhime që janë kryer, ku do vënë, do konsumohen, që të bëhen të tjera, patjetër do konsumohen. Edhe në këtë pikë ka leverdi, qoftë Amerika në luftën me Iranin, qoftë Rusia në luftë me Ukrainën.
shkarkojnë depot me municionet e vjetruara, armatimet e vjetruara, se do prodhojnë të reja. Është e pashmangshme i pashmangshëm prodhimi i armatimit në botë. Zoti Islami, besoni që do ketë një kthes qasje tjetër Donald Trump lidhur me këtë luftë? Jo, nuk besoj, jo. Do vazhdoj ashtu sepse ata që e nxitën këtë luftë, që e nisën, ata do ta shtyjnë deri në fund, deri në mbarim. Çfarë do thotë mbarim për ju? Mbarim do të thotë që o do të riqet Amerika nga Irani, ose ndryshe do rrafshohet, do fillojë luftë botërore. S'ka rrugë tjetër. Nuk dorëzohet Irani, mendoni? Jo, Irani harrohet të dorëzohet. Ne kemi parë mjaft bombardime që ka bërë SBA dhe Izraeli dhe duket sikur Irani, ose siç ka pretenduar dhe Donald Trump, gjithë flotën ushtarake, gjithë armatimet, gjithë bazat ushtarake i ka shkatruar SBA-ja dhe Izraeli. S'është e vërtetë. Dëgjoj, duhet të keni parasysh një gjë. Në luftë më shumë 90% janë gënjeshtra, mashtrime, se sa të vërteta. Nuk është as pak e vërtetë. Megjithatë do marrëm rastje sikur ja ka shkatruar flotën. Dakord jam me tyja. Në det prap, në tokë zot është Irani. Në tokë zot është Irani. Sa do anije që të qojnë atje luftanije, armatime, raketa, më të thash është ai zot vendi. Ai është nën tokë zotëri, ka të tëra nën tokë. Industria njëre ka të tërë nën tokë. Dhe industria e prodhimit të raketave dhe të dronëve punon pa ndalim, pa pushim. Prandaj ka krijuar dëme të jashtëzakonshme dhe e ka shkatëruar pothuajse një pjesë të madhe të Izraelit. Jo pak dëme ka bërë në Ushtrinë Amerikane. Tani çfarë ndodh? Padrejtia më e madhe është që burrat dhe djemtë e Amerikës shkojnë dhe japin jetën në Iran për interesat të Netanyahut. Është e padrejtë. Dhe shpresoj që presidenti amerikan dhe kongresi amerikan, i cili e ka thirrur dhe kërkon llogari për atij Donald Trumpit për këtë luftë që filloi jo për interes të Amerikës dhe pas një shkak amerikan ose iranian që të bëhet ajo luftë. Kështu që situata do precipitoj vetëm në këto dy gjëra. O do të riqen amerikanët dhe do dorëzohet Izraeli, ose do bëhet luftë botërore. Do filloj pastaj lufta bërthamore. Keni parasysh që Irani ka marrë të gjithë teknologjinë e prodhimit të bombave atomike nga Korea e Veriut. Që dihet zyrtarisht. Dhe Korea e Veriut nuk pyet për njeri. Do t'ja jap, thot, dhe pikë. Një armatim bërthamor i Iranit, zotëri, është luftë botërore. Irani ka bombarduar të gjitha bazat ushtarake rreth e rrotull vendit shtetit iranian. Këto vendet arabike që kishin baza ushtarake amerikane atje. Tëra janë bombarduar, janë nxjerrë jashtë përdorimit. Dëmet i ka kolosale Amerika. Dhe Irani tani kërkon, ka bërë 6 pika, midis cilave kërkon e para punës njerë që të mos ketë më baza ushtarake në këtë vende amerikane në vendet fqinj, që ti në vendet arabe. E dyta të iki Izraeli, të ikin ushtëria amerikane nga toka, nga deti dhe nga bazat që ka në vendet të ndryshme, dhe mos harro që një dëm jo të vogël dhe që s'mund ta eliminojnë dot janë ata Huthit e Yemenit. Të cilët kanë lëshuar raketa ndaj Izraelit. Jo kanë lëshuar, po ata vazhdojnë e lëshojnë ditë për ditë, tjetër se nuk i jep media dhe dëmet janë kolosale. Ai s'ka që bën Huthive, se Huthit janë dhe ata në përmële, në për tunele. Si gjukoni këtë, është për shkallëzim kjo përfshirje e Yemenit në luftë? Jo, Jemeni është pjesë përbërëse e Iranit, sepse janë të njëjtës fe, janë shiit të tërë. Po është shtet më vete? Shtet më vete, është patjetër, është në jugperëndim të Arabisë Saudite, Jemeni, geografikisht. E megjithatë, raketat e tij shkojnë drejtë atje ku duan, në Tel Aviv, në Jeruzalem. Dhe pse nuk e bombardojnë Jeruzalemin që të rrafshojnë, vetëm sepse është qendër fetare botërore, se atje kanë interesat të tyre ose kanë vende okulte
qoftë muslimanët, qoftë krishterët, qoftë krishterët ortodoks, qoftë krishterët katolik. Por në vendet tjera, ata huthët kanë krijuar, kanë bërë dëme të jashtëzakonshme. Nuk jepet e vërteta, mos prisin që të shikoni të vërtetën. Unë ndoqja para ca ditësh një qytetar shqiptar nga Durrësi që ka 10 vjet që jeton në Iran dhe gjërat nuk janë ashtu si thuhet. Gjërat janë ndryshe, se ai ishte dëshmitar okular, madje kishte qenë te Fevziu, dia partia nuk e di kur kishte qenë. Si e shikoni fundin e kësaj lufte? E thash se ma bëre një pyetjen, mirë bëre që ma përsërite, që ta theksoj akoma më fort. Ka dy rrugë, o do tërhiqen amerikanët o do bëhet luftë e tërë botërore. Dorëzim të Iranit të harroj, askush të mos e mendoj. Që Irani të dorëzohet, askush mos e mendoj. Sepse që të dorëzohet Irani duhet të shkel këmbë ushtarit amerikan. Ku do shkel, ku do vej? Trump ka nisë marinsat? Pse si fut? Pse nuk hynë marinsat në tokën iraniane? E a di pse nuk hynë? Sepse është bërë pëllëmbe gërgëzjari në Iran. Është e njëjta situatë me Vietnamin e viteve 67, 68, 72 që e ndaluan luftën. Pak dëmë pësoi Amerika në Vietnam, u grin ushtar amerikan. Jo pak dëmë pësuan dhe populli vietnames, por ishin vendosur se ishin në vendin e tyre. Dëgjoj, lufta në mbrojtje është të grin, të shuan. Nëse ti do vesh për të pushtuar një vend që ka 1 milion ushtar, efektiv, në çdo minutë të ditës e të natës, duhet të vesh me minimumi 3 milion ushtarë të tut. Dhe a fiton, as fiton, pastaj është tjetër punë. Pra ke parasysh, ka terrenin Irani, nuk e që bën. Zoti Islami ka pasur disa kritik që janë shprehur mjaft të shqetësuar lidhur me zëra në Shqipëri, të cilët janë në mbështetje të Iranit dhe nuk mbështesin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, në Amerikën e kemi aleatin ton kryesor, po nuk e ka mirë këtë punë. Ora kam të drejtë të mendimin tim unë. Derisa presidentin e Amerikës e ka thirrur Kongresit dhe Senatit dhe i kërkon llogari patjetër që ai duhet i thërrës mendjes. Ai s'ka pyetur ushtarakët. Po si mund themi që në këtë luftë ka të drejtë Irani, ndërkohë që ne Është në mbrojtje. Ne Irani ishte këtu dhe na sulmoi Irani. Çfarë të bëri Irani ty? Ambasadën e Iranit ne e përzum sepse e përzure me urdhër të hebrejve, të qifutëve, me në krye të ashtu quajturin kryeministër tëndin, antikombëtarin më të madh shqiptar. E di që e ka pushtuar Greqia Shqipërinë e Jugut komplet. E dini apo s'e dini? Dhe nuk i thuhet popullit shqiptar. Si e ka pushtuar? Kishin festën ata partien datën 25 mars, dilin me flamuj grek mes Tiranës. Pa dil me një flamur shqiptar në Athinti. Pa dil. Pas ko fol për qamërinë në Athinti, shofe se është i gjën. Pra ne nuk kemi një qeveri shqiptare, ne kemi një qeveri kuislinge, që shërben grekut. Dhe përpasoj do ndjek atë politik që i thot ai rabini Izraelit që e ka të parin e vendit këtu në çdo tavolin që shtrohet. Ç'pun kemi neve me mbrojtjen e interesave të Izraelit? Ne Izraelitët dhe hebrejve që erdhën gjatë luftës dytë botërore, jo vetëm i mbrojtëm, po i strehuam, u dham dokumenta, u dham të tëra. Çfarë kishim mundësi? Po Izraeliti është gjarë për zotëri, nuk është njeri, ka logjikën e gjarprit, sa ka nevojë të nënshtrohet, të lutet, pastaj të kafshon. Ky është hebreu. Këta janë qifutët. Çfarë të keqe pa Shqipëria nga Irani? Pa më thuaj. Asnjë të keqe. Dhe në marrëdhënie diplomatike i ndërpreu ky kuislingu jon. Përderisa amerikanët janë kundër Iranit, ne me Amerikën jemi avokat, apo? Jo, një minut. Jo, më nuk duhemi në çdo gjë që bën Amerika të jemi me Amerikën, se ora u flas për ndërgjegjen time qytetare. S'ka punë Amerika të mbrojë interesat e qifutëve në Iran. Amerika naftën që prodhon Irani, Amerika e merrte dhe e merr fare kollaj,
fare lehtë, pa probleme, pa gjë. U deshi ta marrë me luftë nuk e merr dot, ka mbaruar ajo punë. Dhe mos harrojmë që para 3-4 ditë sa u bën tani që u hodh në erë baza më e madhe, qendra më e madhe botërore e prodhimit të gazit në Oman. Gazit lëngët. Pra, kush fitoi? Kush po fiton në këtë luftë? Asnjë nuk fiton në këtë luftë. Ndaj duhet me çdo kusht dhe sa më parë të tërhiqet Amerika. Dhe unë mendoj që në nëndor që do bëhen zgjedhjet për në Kongres dhe në Senat si ka zgjedhjet amerikanët, Donald Trumpi do humbasi shumicë dhe ka mundësi që dhe ta shkarkojnë si president. Sepse nuk është dakord për populli amerikan të vej të vriten djemtë e burrat e tij për interesat e Izraelit. Jo shoku, ka ndryshuar kohët.